Të nderuar të pranishëm, ju dashamirë të librit, zonja dhe zotrinj. Jemi mbledhur sot në këtë festë të librit për të përuruar librin Zëri që kur nuk u shua, Feta Batiri përballë trashëgimisë së tij. Është një roman që i dedikohet një njeriu tonë mërgat, i cili pavarësisht rrethanave të mërgimit, ai ka marrë edhe një pjesë të Kosovës me vete, të cilën e ka ruajtur, është kujdesur, e ka kontribuar fort për të. Është profesor Feta Batiri, të cilin e kemi këtu dhe juftoj për një duar trokitje. Faleminderit. Është mirë kur ruhen vlerat të tilla, sepse ato duhet të përcillen në breza dhe hyra ka punuar një pjesë të atyre vlerave për të mbajtur ne gjithmonë në kujtesë profesor Batirin dhe veprimtarinë e tij përmes librit. Një vështrim dhe analizë të këtij libri kanë bërë edhe panelistët të cilët i kemi të ftuar sot, janë redaktori, recensentët, publicistët të cilët edhe do të dëgjojmë fjalën e tyre. Pa humbur kohë, po ja fjalën profesor doktor Adem Zejnullahut. Është një element i rëndësishëm, por ky i sotëm është i veçantë për dy arsye. Një, se po promovojmë një ide për të veçantë, si nga përmbajtja ashtu dhe procedimi dhe realizimi artistik, e cila i kushtohet një personalitetit të dalluar në shumë fusha të jetës dhe veprimtarisë së tij jetësore, gjatë rrjedhave të ndryshme në kohë e hapësirë të ndryshme. Feta Batiri është njëri ndër intelektualët të shtruar shqiptar që jetoi dhe veproi në Kosovë dhe në Suedinë e Lagët. Ai në vjetra shqipe njihet si poet, kritik, eseist, publicist, përkthyes, mbledhës, kultivues dhe studiues i traditës sonë kulturore, por mbi të gjitha është adhetar i devotshëm për shërimin dhe shtetësinë e Kosovës. Fetahu, edhe sa ishte në Kosovë, luti një rol të rëndësishëm në arsimimin, organizimin dhe mobilizimin e rinisë shqiptare në përballje me dhunën institucionale serbo-slave. Ai mori pjesë drejt për drejt në shumë aksione të ndryshme, duke shpalosur flamurin shqiptar në vendjet publike, shkruar dhe vendosur parolla që të maskonin publikisht dhe politikisht shovinizmin serbolak. Aktivitet ky që atë ishte mjaft me rreziqe, kërkoi guzim, mençuri dhe sakrificë. Ishte pjesëmarrës në shumë demonstrata brenda dhe jashtë atë vend. Veprimtaria e tij advetare, e vazhdoi edhe në Suedi, duke vepruar me përkushtim për sensibilizimin e çështjes së Kosovës në çështje ndërkombëtare. Fetahu, edhe në fushën e artit të letërsisë dhe gjuhën të thella, si njeri, si krijues i dalluar, letrar, poet, mbledhës, i historik popullor, studiues dhe botues i veprave me karakter në sinvënia dhe në sinxënie për nxënësit shqiptar në diasporë dhe më gjerë. Do të theksuar se me krijimtarinë letrare ka filluar të merret, qysh në moshë të re, poezitë e para i botoj për gazeta e revista të ndryshme letrare që dilin në atë kohë në Kosovë dhe në Maqedoni. Ishte njëri ndër themeluesit e parë të klubit letrar Treqa, terminatorëve të Mitrovicës, i cili zhvilloi një aktivitet të ndjeshëm në Kosovë dhe në Gjerë. Fetahu deri me tash ka shkruar dhe botuar një numër të madh vepra të ndryshme, por në këtë rast po dalin vetëm në veprën e parë, e cila në kohë kur u shkrua dhe u botua ishte mjaft e dashur, interesante për autorin dhe për lexuesin. Kjo ishte përmbledhja e poezi kam për zate. Votimi i klubit letrar Treqa, Mitrovic 1968. Kjo përmbledhje me poezi për të rritur në kohë kur u botua, u prit shumë mirë nga lexuesit dhe kritika e kohës. Në atë kohë në fushën e poezisë, përmbledhjet e tilla ishin të pakta dhe shumë të kërkuara nga lexuesit. Autori në këtë vepër shprehon ndjenjat më të thella djallëshare, sublinje të sinqerta, dedikuar vajzës të cilën e dashonte në zemër e shpirt. Jeta është dashuri, e dashuria është jetë e poezi. Dashuria e vërtet ndjeton kohën, e mund harresë, nuk vdes,
dhe mbetet e padekshme për jetë e motë. Ajo pajton dhe hasmërit, dashuria e vërtet, me ngjeshmërinë dhe botën që ka, është në gjendje të zbukuroj, të madhëroj jetën, duke bërë atë më të dashur, më të përkushtuar dhe më të suksesshme në shumë aspekte jetësore, artistike, madje dhe historike. Lexuesi, kur e përfundon së lexuari veprën Këmbë e Zotit, sikur jemi një klasik të veçantë, shpirtërore, përjeton dhe kupton shumë çka për dashurinë e vërtetë dhe rrjet të dashnore, të një kohë të caktuar. Qëllmoti është thënë se vargjet dhe veprat më të njohura shkruhen kur lizet zjarri i dashurisë, por edhe kur shuhet. Hiri i secilës përcëllon edhe më gjatë, ndonjëherë edhe tërë jetën. Në një dashuri të tillë, në mënyrë simbolike e shprehin edhe këto pak vargje të të plotur. Ke ardhur me një të bardhë, ke shkuar me një të kuqe, të dele të gjatë. Të nderuar të pranishëm, veprën që po vërojmë sot, zëri që kur nuk u shua, e hyrë të reci, i dedikohet në mënyrë tërësishme jetës dhe veprimtarisë jetësore, argëtare, kulturore të Teta Bahiri, zhvilluar në Kosovë dhe në Saudinë e Largët. Kjo vepër, po të vështrohet mirë nga rrofshi kuptimor, analitik, nosologjik, sendërtues, informativ dhe analitik, shihet qartë se përka struktura ngjason në tipin e romanit të personazhit, por të trajtuar në mënyrë artistike, shqellimi i ngjarjeve dhe personazhit që ndërlidhen në të kapin dimensione të gjera të thella kohore, hapësinore në Kosovë dhe në Suedi. Do të tekstuar se kjo vepër shuhet edhe për ka përshkrimet publicistike, por të shkjelluara në mënyrë artistike dhe estetike. Vepra zëri që kur nuk u shua. Shikoni nga rrofshi teoriko-shkencor. Rish shumë të thua se është një monografi e veçantë e personazhit kryesor, në të cilën brenda turbuzohen shumë dronca të tjera jetësore të kryepersonazhit dhe të personazheve të tjera jetësore që ndërlidhen në të dhomat e Teta Bahiri, duke rrethyer të veprimtarinë në oksi. Vepra fillon në të dhëna e përgjithshme për gjenealogjinë e detajzuar të familjes së Teta Bahiri, gjatë rrjedhave jetësore e historike, duke filluar nga i pari kësaj familje, Islam Kabashi, rrugtimin e disa gjeneratave deri te Bahiri, stërgjyshi i personazhit kryesor, duke i ndruar disa vendbanime të ndryshme, deri në fshatin e tanishëm Vizi, ku rrësiret jetojnë dhe veprojnë familja Bahiri. Në sëllësën dhe në pjesë të veprës, jetën shërimet të nevojshme, për jetën dhe veprimtarinë e anëtarëve të familjes, duke filluar nga babai Ramadani e nëna Sofia. Në shumë anëtarë të tjerë të kësaj familje të njohur, jo vetëm në fshatin Kubanonin, por edhe më gjerë në Rrëdhin. Në këtë vepër autobiografike të Fetov, një vend të rëndësishëm zë, autorja e librit Hyrë të Reci, e cila e ka shkjelluar dhe trajtuar veprën në mënyrë dinjitoze dhe profesionalizëm të tekstuar. Vepra vazhdon në të dhënat lidhur me shkollimin dhe ngritjen profesionale të kryepersonazhit Fetov, duke filluar që nga mësimet fillestare deri të ato akademike, shokët e shoqja, mësim dhënësit e tij, e duhet të shqiptuar të mësuar të arsimit në Kosovë dhe më gjërë të nderuar të pranishëm. Në këtë rast, do të thënë se Nervini është dhënje e dhënjeve tona. Ishte, është dhe do të jetë drama më e rëndë kombëtare, për të cilën është kënduar edhe në periudhën para veteranëve. Shkruhet edhe sot nga ata që jetojnë jashtë dhe nga ne që jetojnë dhe veprojnë në varrat tonë. Është letërsia dhënjes, e vujtjes e Prishtinit për shkak të ndarjes për prindërit e Paratisit prej Denditës dhe Ardheu, por është edhe letërsia e Lektisjes për bashkimin e të ndarëve nëpër meridianet e botës. Nervini si plagë e rëndë kuptare
po vazhdon pa ndërprer, që nga kohrat e hershme edhe tani, sëtu varet e detit. Hermat e vogla e hermat e furishme, varësisht nga koha dhe dhonat që e kushtëzojnë. Nërgimi si dukuri e rand e popullit tonë ka filluar shumë herë, që nga koha e luftave iro-romake, gjithsesisht me humbjen e luftës së Teutës në fushbetejën me ushtrinë romake. Atë botë, romakët i morën me veti 500 robër lufte dhe i dërguan në Rom. Shqiptarët nërguan për vende të ndryshme, madje edhe në ato ku miza bren heku, ku hënën me drapin e saj mundohet t'ja nxjerrë sy dielli. Këtë vujtje, zhgënim, që ka ambisje të rënd të energjimtarëve tonë, e drejtën edhe studiosit e huaj, hajni kur shkrojnë, citoj. Të gjithë ata që rënojnë, ndërtojnë, sharrojnë, djegin qyllën e Turqinë, Europiane dhe në Greqinë, janë shqiptarë. Gjatë rrjedhave historike, kemi pasur nërgim ushtarak, nërgim ekonomik dhe nërgim politik. Të tri këto dukuri janë tri drama të rënda për nërgjimtarin shqiptar, që merr rrugën e nërgimit në përmedionet të botës, duke u ballafaqur me jetën, me vetvetën dhe me të tjerët. Kështu, edhe Fetahu, në vitet e 90-ta detyrua pa dëshirën e tij të nërgojë në familjen e Suudin e lartë, atje ku edhe sot jeton dhe thërën pandari. Do të teksuar se Fetahu për shkak të aktivitetit të tij atë dhe dashës, ishte i detyruar ta çojë Adheun, sepse nga regjimi i egër servomat rrezikoi për të vendosur vazhdimisht. Fetahu edhe në Suudi me sukses u inkuadrua në shoqëri të re, kur nuk ishte fare lehtë, por nësoj të aftësisë se ti arriti së shpejti të fitoj respektin e kolegëve suedez, por edhe të komunitetit shqiptar në nërgjim. Ai u bë shembulli i respektit për kulturën dhe ligjin suedez, duke mos lënë anë etnokulturën kombëtare. Pra, do të teksuar se edhe në Suedinë e natë, në një aktivitet të rrotshëm, në shumë vendime të jetës, ai kontribuoi në aspektin kombëtar, arsimor e kulturor, duke hapur shkolla shqipe, hartuar programe e libra për mësim nxënje të nxënësve shqiptar. Ndaj, për kontributin e tij të madh në shumë aspektet e jetës arsimore, kulturore, shkencore, votuesët gjatë jetës morin në dhjetra milione dekorata e ladrime të shumta nga Kosova, Shqipëria dhe Suedia. Do të thënë se jeta dhe puna e këtij personalitetit të shtuar mbetet një shembull i përkushtimit, sakrificës dhe reflektimit të gjeneratave të reja. Ai nësoj të urtisë, gjeturisë dhe miqërisë së tij arritet të njohur dhe të njësoj mendimet dhe të veproj edhe në shumë figura të shkruara kombëtare e ndërkombëtare, si në Anton Gjeta dhe në William Pitt e shumë të tjerë. Në fund, mendoj se për ta kuptuar më së miri dhe për tani zëfash dhe për këta bahtir në gjerësie e tërësi si pen, në simdhënës, udhëhecës, abdëdashës, poet, romancier, studiues, përkthyes, orientues, humanist, mbledhës dhe botues i etnokulturës sonë, duhet lexuar vepër. Zëri që kur nuk pushua, e hyrë të reci, kushtuar të da bahtiri, të cilën e ka shkruar dhe për kushtim të madhë. Këtë vetëria këto, në mënyrë të argumentuar, pasqyrohet në anë të vendimeve dhe konstatimeve dinjse të shokëve e shoqeve e miqve me të cilët bashkëpunoi Fetahu, të cilat autori paraqiti në vepër në shumë korektësi e profesionalizëm. Ndaj, votimi i kësaj vepre i bën nder autorës, Fetahut, familjes, shoqërisë dhe bashkë kombit tonë. Ju falenderoj që ka të Faleminderit shumë, i nderuar. Një analist të librit ka bërë edhe shoku i studimeve të profesor Fetahut, zoti Imer Berbati. Zoti Berbati, fjala për ju. Dhe lejoni që autorës të librit Zëri që kur nuk pushua, zëri Shyre, zëri Lhyre ta përgëzoj për librin duke dëshiruar shëndet e suksese.
jetojnë në një rëmon shoqërore, ose dërmot një rëmon kulturore, shkaktuar nga të kulturore. Ky rëmon është i pendi që ndjes shpresat që kultura nuk shohet lehtë, prandaj duhet vazhduar. Personazhi kryesor i romanit shokurin i studimeve dhe sot një kujeni pa, po vend një të kulturë kulturore në një vend të largët si ambasador i kulturës, duke kthyer atë botë të largët në fytyrë e shpirt drejt Kosovës. Kjo nuk është vetëm art, as vetëm kulturë, por disë më shumë. Fetohë veprimtarin e ka në vazhdimsi. Më këtë vjetër, po dërin t'i bërin labe dikuj, nuk thashin se kjo është i mençur, ose kjo është i pasur, ose kjo është në i dituri, po thashin se kjo është punëtor. Fetohë është punëtor. Zërën e syre, suksese, fetohë të shëndet. Dhe unë në fetohën jemi shokë të studimeve, edhe në pali pak në fillim të ato, përshëndes një personalitet të artit e të kulturës e të veprimtarisë, Zotin Nazmi Rahmani. U dash në fillim, Zotin Nazmi, po i kish pasar mësuesës inspektori. Edhe u shqetësue, u ngurues din të qka të flasë, a i një nëzën së takë. Kuaj mësuse, qka ju hullavë, edhe unë ju hullavë. Në fetohë i këmi qenë shokë, edhe shokë i këmi pasë të bashkë, shokë jo u gruja me fokë. Shokë e s'këmi pasë atë s'ka posë të drejta. Ne kaluar një turneje në për Kosovë edhe jashtë Kosovë me trimin e mirë me shokë shumë Skënderbeu, me dramën me rasin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeu. Kemi marrë pjesë në për të Kosovën, po une po i lexoj në porosin e profesorit këto Anton Qetës. A i ka thonë për bati shenoj, ku do që të shkosh, sa shikues morin pjesë edhe datën. E unë i kam shikuar prej datës, kur kemi marrë pjesë në garat e Kosovës në Ferizaj, që kemi fituar vendin e parë dhe kemi përpasur Jugosllavi, Kosovën në Jugosllavi. E tash, shfaqja e parë është dhënë në Ferizaj, me 11/6/67 500 shikues. Këtur në kanë zellë përfaqësues në festivalin e teatrave amatorë të Jugosllavisë në Varë të Francisë. Burgos, me 19 qershor 67 500 shikues. Prishtinë, me 1 dhe 2 qershor 67 500 plus 400 900 shikues. Gjakov, 3, 6, 67 400 plus 400, 2 shfaqe të të. Pej, 6, 7, 7, 67, 300 dhe 400, 700 shikues. Në Dibër, në 13 dhe 14 Korrit, 67, 600 dhe 500 shikues. Të më thonë një njësi. Strum, 15 shtatit, 67, 400 shikues. Në Hvarë të Dalmacisë, në 28 shtatit, 67, 300 shikues. Vetëm të them se këtu shfaqja është shfaqur në parku të qytetit natën. Edhe kanë dalë askeret e kanë dalë zhvillu, shfaqja si kur me qenë e vërtet. Kemi zonë vendin e parë në Jugosllavi. Në sporrejt. Kanë zë, ishte, jam mësuar. Në Ulqin, në 27 Korrik, 67 në 700.
Në Vladimir, në 28 shtatit, 67-300 shqiptarë. Në Prizren, në 10 vetit, 67-800 plus 800, 1600. Në një sa pojnë, një patë më di për likështë. Vushtri, në 28 vetit, 67-400. Mitrovic, Zveçan, 700 dhe 800-1500 shqiptarë. Vetëm dhe të thëmë, disa fjallë që si kemi kaluar një dy vene për kësaj. Në Bibër, kemi dalë me shëtit pas shfaqës, mbrëmje, natën. Edhe duke shëtitur, njeri kështu, shtim dorën në gjepë. Unë ja të hoqa dorën që mos të mjetë dishka, se theqa me i dhëratë në e dishka, hajtë ma shtë në bëj dorën. E dita që rëzik është. Një rëzik për një. Por e ku shkohen bales, të njëra pa kështë rërohet një të mua. Edhe e ku mrujtur deri para kësaj lufte. Tani, u shpalla e një lirë, po janë patriatë më. Nësë të njërë kush për, nësë të njërë kush, të njërë i disa, të në them që shka po fletë. Me Zveçan, edhe mush, sa me nove, zhurën, kur në parën e ta të thmi, këshin qenë aty, që një hoqë, natë, kapelin e Hëdallarë dhe Sultanit, që një hoqë, që një hoqë, në shumë këtë, aty para meje, në thash, atina, pashallah, pashës tenë. Të morë që i pasha, a i duhet, a i dilet ma është për këtë milet, për qërë që ka dhe fërë, a i kështë pasem regjisori, afar, e dhe shojta, dhe bëllim. Përfetojnë, e kam edhe një dokument, se unë e të nashë me. Tu, Skënderbeu, ku do po entuziasmon publikun. Mas shfaqës në Ferizaj, Vlogas, Prishtinë, Vlogas, Gjapo, Okej, Gjadron dhe të shfaqë për në rështërë një provincë të një. Dhe ta pak të njërë. Një ke shkuar. Po unë në shkuar. Një shkuar të shëti. E, më falni, në rajë shëndet, gjdo të mirë, suksese. Unë kam një pyetje, në emër publikut, apo se dëgjova une, nuk në të regove qëfar rolish këmi pas, a këni qenë mreta, pashallara, qëka? E din fetoj. Randëm vetë padishohu i më ndritë, shkoj padishohu, në më drejsi. Faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Berbati. Shkrimtarja dhe poetja Ilire Zajmi, kolege jona gjithashtu, është mjeshtër e shkrimit, jo vetëm në gazetari. Ajo ka poezi të vlerësuara shumë nga kritika, por vetë Ilirja po bën kritik të mirë tani edhe për botimet e reja. Ajo ka bërë një vështrim edhe për romani Zëri që kur nuk u shua dhe ftoi Ilirën për fjalën e saj. Shëndetit të gjithëve. Atëherë, pas librit Dielli i Jepës, një vepër monumentale kushtuar në mes, autorja Kërpejeci Murati, vjen para lexuesve me një tjetër libër pas të veçantë, të titulluar Zëri që nuk u shua, kushtuar në personalitet i karizmatik si kretarë të tjerë. Në këtë libër, Pejeci vendos lexuesin përballë trashëgimisë së pasur jetësore dhe profesionale të një njeriu që tërë jetën e shpesh shqiptarizmës, si veprimtar, mësues, profesor, drejtor shkolle, përkthyes, jurist, gazetar dhe studiues folklore. Lexuesi kështu njihet me këta bahtire që nga gjeniza familjare, punën e palodhshme dhe angazhimin e tij të pashoqë për arsimin shqip në Skandinavi. Vendisimin e opinionit publik për çështjen e Kosovës, e deri te veprimtaria e tij si autor librash dhe përkthyes i autorëve shërbes. Autorja nis librin duke u shmangur stereotipeve biografike, në njohje personale në një promovim libre. Po ajo ishte moderatore,
bëhet piknisi për një rrëfim më të thellë të jetën dhe veprën e Fethabatirit, i cili shpejt qëndrohet në personazhin qendror të librit të saj. Më pas, Terezi ofron një përshkrim të detajuar të gjenealogjisë së familjes Batirit, në këtë pjesë madje shfaqet edhe si kronikane, duke sjellë në përpikëri rrëfime literare në familjes, karakteret dhe rrugtimin e secilit prej anëtarëve të saj, të ndalur në gjërësisht të përkazanit si për sot, të ndjerat në gjohën. E kam përshtypjen që jo. Veçanërisht mbretëlënës është përshkrimi i jetës së vështirë familjare, i fëmijërisë dhe përpjekjeve për arsimin në një periudhë të rëndë të Kosovën. Sepse në ato vite, në ato kushte, të shkolluarit nuk ishte vetëm arritje personale, ishte një aftësimi, një sfidë ndaj rrethanave dhe një hap drejt ndryshimit, shkruan autorja. Pikërisht në këtë pjesë paraqiten edhe tavloja politiko-shoqërore e Kosovës, aspekti historik dhe rrethanat e kohës në të cilat u fornisua personaliteti i Fethabit. Rrugtimi i tij ishte plot sfida, jo vetëm në Kosovë, ku përballë me rreziqe dhe u dëshkua për vendimtarinë patriotike, por edhe më vonë në Suedi. Atje, Fethabi nga Lisica Mitrovicës arriti të bëhet një vazhdimet më aktiv të çështjes shqiptare në Skandinavi. Autorja na shpalos atë si një veprimtar të palodhur dhe ashtëndashës të përkushtuar, i cili ngriti zërin për ta bërë të njohur çështjen e Kosovës në opinionin suedez, duke informuar për gjendjen e arsimit shqip, shtypjen ndaj shqiptarëve dhe dhunën e regjimit serb. Ajo bën një urdhës se mes realitetit të Kosovës dhe ndërgjegjës ndërkombëtare, shkruan Terezi. Por libri na paraqet Fethabin edhe si një pasionant të fjalës së shkruar. Ai është autor i poezive, tregimeve, eseve dhe përkthimeve, duke sjellë për lexuesin shqiptar autor të njohur suedez dhe botror. Megjithatë, libri nuk përfundon këtu, sepse për Fethabin mund të pritet shumë. Flasin angazhimi i tij, vepra, puna më shumë se 6 dekadëshe, por flasin edhe miq dhe bashkëpunëtorët e tij. Në kapitullin Fethabi dhe sytë të tjerë, lexuesi ndeshet me kujtime dhe rrëfime nga familjar, miq dhe shokë të studimeve. Kështu, portreti i tij plotësohet edhe më tej, duke paraqitur si model të breza që përballen me sfida të shumta, si në vendlindje, ashtu edhe në mordat. Po ai luftoi për përkushtim, për ruajtjen e gjuhës, të kulturës dhe traditës shqiptare. Libri mbyllet me një kategori fotografish nga aktivitetet publike dhe jeta familjare e protagonistit, duke plotësuar dimensionin dokumentar të veprës. Në fund, mund të thuhet se Zëri që kur në pushua është një monument letrar pushtuar një njeriu që la gjurmë të thella në shoqërinë shqiptare dhe në çështje kombëtare. Përmes filmeve të pasur me fakte, dokumente të dëshmim, hyrë të Eci Muratis, vjen para lexuesit jo vetëm biografinë e personalitetit të shtuar, por edhe një pjesë të rëndësishme të historisë kolektive. Libri ka karakter biografik dhe dokumentarist, ndërsa gjuha përdorur është figurative e pasur me përshkrime prozaike. Në vlerën e vetës e shtoi edhe shpjegime për vendet dhe lokacionet përmendura në rrëfime, si dhe fusnotat sqaruese për traditat shqiptare, elemente me rëndësi të veçantë sidomos për lexuesit e tuaj. Në tërësi, kjo vepër paraqet një kontribut të rëndësishëm për letërsinë biografike shqiptare dhe një homazh të merituar për jetën dhe veprën e Fethabit. Faleminderit Ilira. Po viteri për urime dhe recensione. Vazhdojmë tutjen, tani dua të dëgjojmë njërin prej bashkëpunëtorëve më të afërt edhe për një kohë të gjatë profesor Fethabatirit, është zoti Hysen Ibrahimi, tek i cili profesor Fethabi ka një besim shumë të madh, aq të madh sa nuk na ka besuar edhe organizimin e këtij promovimi sot. E ftoj edhe një herë zotin Ibrahimin për fjalën e tij të rastit. Ndërruara autore veprës, kryetesi propri, ndërruar personazh i kësaj vepre, Fethabin, panel, të praneshëm, lënë që në emër të shoqatës shqiptare vetes dhe shqiptar po parlamentin me Taldon, të përgjigj autorën, rjuar praneshme, sot që do me këtë, sot e kemi edhe nën fitoren shoqatës Elave Gjereci, bashkë me autorët e kryesisë
Aligjerisë edhe profesor Isu Barakor, pranisht në anën të shoqatës së shkollës dhe shkollë po parlamentin me Tamboni, sikurse që kemi në Anderit e kemi shaqëpunishin. Respekt. Respekt. Ke libra jashtë plazat. Recenzën time e kam titulluar nga pikpamja letrare, autorja hypotesin ndërton një monografi që te i kalon kufit e një rrëfime të thjeshtë biografik, duke arritur të krijojnë një model frymëzues për lexuesin. Përmes qasjes të ndërtuar midis analizës dhe rrëfimit, ai arrin që të pasurojë në mënyrë të plot jetën, krijimtarin dhe vizionin e një figure të shquar adhetare si profesor Petabatieri, si njëri ndër dokumentet e jetës së tij, por edhe si një udhërofyes me vlera edukative, arsimore dhe kombëtare. Libri i autorës hypotetës i titulluar Zëri që kur nuk u shua, por ti titull që vërtet është i qelluar për mendimin tonë dhe tigull, edhe sipas paraporteve të mi, kushtuar figurës së njohur tani më profesor Petabatieri për bërë një kontribut të rëndësishëm në pasurimin e personalitetit të tij, ndikuar në kulturën dhe arsimin shqiptar, veçanërisht në rrethona të vështira historike të kohës. Dhe prashuat për qasje e saj ndërtuar midis dokumentarës dhe rrëfimit personal, duke e kompletuar figurën e protagonistit nga këndvështrimi e një intelektuale si dhe gazetare që është Hyrë të Jeci Morati, Hyrë. Dhe unë për ta shkurtuar, sepse kjo do të botohet në librin të saj kombëtar i Margatës shqiptare numër 14, unë e përgëzoj autorën për punën e saj, për përkushtimin e saj, kryesisht kushtuar veprimtare në Margatë. Është i vetmi personalitet që deri më tani ka shkruar për Margatën, për shoqatën e shqiptarëve dhe artistëve shqiptar po parlamentin dhe Tamboni me veprën e saj monumenti. Pastaj është e përkushtuar dhe një libër kushtuar mua si për personazh, por palusht edhe libri i radhës profesor Petabatieri. Dhe në emër shoqatës shqiptare dhe artistëve shqiptar, unë e përgëzoj autorën që të vazhdojmë me punën, por që të punë duke bashkëpunuar me juve, me filluesit, poetët e shuar. Shëzërasin ta përshëndes tërë familjen Bahtieri, sidomos bashkëshortën e profesor Petabatieri, Tahrien, e cila asnjëherë nuk ka ndarë, është një mbështetëse e fuqishëm e profesor Petabatieri së bashku me familjen. Një drutërpike. Për unë, profesor Petabatieri, të urojmë shëndet, vazhdosh me punën, profa ka qenë dhe është një motiv e cilë na motivon për punën, është një shembull, është një pasqyrë jone në Suedi dhe na gjithë puna motivon për të shkruar dhe për të punuar. Dhe edhe një përgëzime, urime edhe urojmë që edhe në tarmën takojmë në promorimin e veprave. Respekt për urime të vetë. Falenderojmë shumë zotin Ibrahimi. Sigurisht është shumë emocion të shkruaj dikush për ty, të një punën dhe veprimtarinë e gjatë që të mbetet gjurmë në breza e në histori. Këtë emocion do të ndoj me një tani profesor Petabatieri, Zëri që kur nuk u shua për atë vetë. Profesor, fjala për ju. Të nderuara zonja dhe zotrinj, nderuara shkrimtare dhe gazetare Hyrë të Jeci, hupi atje. Të nderuar miq, bashkëpunëtor, familjar, nxënës të mi dhe dashamirë të librit. Sot ndjej një emocion të veçantë që vështirë përshkruhet me fjalë. Për çdo njeri është momente rrallë, kur sheh jetën e vet, kujtimet, sfidat, sakrificat dhe idealet të shndërrohen në një vepër letrare. Prandaj dua ta falenderoj nga zemra autorin e këtij romani, Hyrë të Jeci Moratin, gazetarin e nderuar të RTS, për përkushtimin, punën, mundin, seriozitetin
dhe ndjeshmërinë me të cilën e ka shkruar këtë libër. Unë jam i vetëdijshëm se të shkruash për jetën dhe veprimtarinë e dikujt tjetër dhe shkrimin ta mveshësh me petk letra artistik, kjo kërkon jo vetëm profesionalizëm, por edhe ndjeshmëri njerëzore e shpirtërore. Hyrë Eci Murati ka arritur t'i sjellë jo vetëm ngjarjet dhe kujtimet, por edhe emocionet, sakrificat dhe idealet që më kanë shoqëruar gjatë gjithë rrugtimit tim. Libri Zëri që kur nuk u shua, për mua nuk është vetëm një rrëfim personal. Ai është dhe mbetet një dëshmi kohe. Është rrëfim për jetën e një shqiptari që u rrit me dashurinë për atë dheun, me ndjenjë e përgjithësisë ndaj kombit dhe me bindjen se liria dhe dinjiteti nuk dhurohen, por fitohen me punë, sakrificë dhe përkushtim, siç tha edhe profesori Ymer Berbati. Në këtë roman pasqyrohet fëmijëria ime, rinia, rrugtimi im në përjetë dhe veprimtaria ime ndër vite, por mbi të gjitha pasqyrohet një ideal që nuk u shua kur, ideali për Kosovën dhe për çështjen kombëtare shqiptare. Në periudat të ndryshme të jetës, qofshin ato të lehta apo të vështira, jam përpjekur të jem pranë njerëzve të mi dhe pranë dheut tim, duke besuar se secili prej nesh duhet të jap kontributin e vet aty ku mundet dhe aq sa mundet. Një pjesë shumë e rëndësishme e jetës sime ka qenë organizimi dhe bashkimi i shqiptarëve në Mërgat. Mërgata shqiptare ka qenë zemër e fortë e kombit tonë, sidomos në kohët më të vështira për Kosovën. Në Mërgim kam parë se si shqiptarët, pavarësisht largësisë nga vendlindja, nuk e harruan kur gjuhën, flamurin dhe përgjithësinë ndaj popullit të vet. Jam i lumtur që kam qenë pjesë e atij organizimi dhe e atyre përpjekjeve të përbashkëta për të vënë gur në themelët e shtetit që quhet Republika e Kosovës. Po ashtu letërsia dhe fjala e shkruar kanë qenë pjesë e pandare jetës sime. Gjithmonë kam besuar se fjala ka fuqi të madhe, fuqi për të zgjuar ndërgjegje, për ta ruajtur kujtesën dhe për ta forcuar identitetin kombëtar. Prandaj ndihem i nderuar që sot një vepër letrare i kushtohet pikërisht rrugtimit tim. Kur autorja shkruan me pasion për veprimtarinë time, unë e pranoj këtë jo si lavdërim personal, por si respekt për të gjitha përpjekjet, sakrificat dhe angazhimet që janë bërë ndër vite në shërbim të Kosovës dhe kombit shqiptar. Askush nuk mund të arrijë diçka të madhe i vetëm. Për pas çdo rrugtimi qëndrojnë shumë njerëz, familja, miq, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që ndojnë të njëjtin ideal. Sot dua t'i falenderoj të gjithë ata që kanë qenë pjesë e jetës në rrugtimin tim në përjetë. Falenderoj familjen time për mbështetjen dhe durimin. Falenderoj miqt dhe bashkëpunëtorët e bashkëveprimtarët me të cilët kemi ndarë bashkë sfida, sakrifica dhe momente krenarie. Falenderoj gjithashtu të gjithë ata njerëz që më kanë besuar dhe më kanë qëndruar pranë ndër vite. Një falenderim i veçantë shkon për të gjithë ju që jeni sot këtu. Prania e juaj është nder dhe respekt jo vetëm për autorin,
zonin e nderuar Hyrte Jeci Murati dhe për librin për vlerat që ai përcjell, por edhe për mua, edhe për të gjithë protagonistët real që janë pjesë e këtij romani. Besoj se ky roman do të mbetet një dëshmi për kohën tonë dhe një mesazh për brezat e ri, që mos të harrojmë historinë, sakrificat dhe rënit e tyre. Kombi ynë ka kaluar shumë sfida, por kam bjetuar fal njerëzve që nuk e humbën kur besimin dhe dashurin për Dheun. Unë jam i vetëdijshëm se njeriu mund të lodhet, mund të përballet me vështirësi e padrejtësi, por zëri së vërtetës i përkushtimit dhe i dashurisë për Dheun dhe kombin nuk shuhet kurrë. Dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye ky roman mban titullin Zëri që kurrë nuk u shua. Fare në fund dua të theksoj edhe një herë. Mua më ka bërë dhe më bën nder të jem shërbëtor i njeriut. Në popullit tim, i Dheut tim i Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë profesor. Ndërkaq tashmë e ftoj Besnike Batirin, vajzën e profesor Batirit, e cila ka ardhur nga Suedia për një fjalë rasti. Faleminderit shumë mysafirë të nderuar që jeni mbledhur këtu sot në këtë përërim të librit të zonjës Hyrte Jeci, libri që i kushtohet babait tim profesor Feta Batiri. Zonja Hyr, familja jon Batiri ju falenderon përzemërsisht për kontributin dhe për kushtimin tuaj në shkrimin e këtij librit për veprimtarinë e babait tim. Nuk është e lehtë të përfshihet të gjithë kontributet dhe veprimtaria e një jete në një vepër të vetme, por ju keni arritur me paraqit thelbin e tij me ngrohtësi, ndjeshmëri dhe respekt. Ju falenderojmë shumë për mundin dhe angazhimin tuaj, edhe pse ndoshta është pamundur që gjithë kontributi i tij të përshkruhet në një libër të vetme, ju keni arritur të përshkruani dhe përfaqësoni esencën e tij në një mënyrë shumë të veçantë. Më pëlqen shumë stili yt, zonja Hyr, një stil që gjendet në kufirin ndërmjet dokumentimit gazetaresk, reflektimeve personale, ngjarjeve historike dhe tregimtari letrare, që i jap kësaj vepre karakteristikat e një romanit. Dhe ajo që përshkon tërë këtë libër është një ngrohtësi dhe ndjeshmëri në shkrimin tuaj. Si lexues të tërheqin këto karakteristika dhe bëjnë të dëshiroj të lexoj më shumë e më shumë. Të shkruash një portret të tillë nuk është gjë e lehtë. Kjo tregon për përkushtimin, investimin, dedikimin dhe pasionin tënd. Sikur të japësh një pjesë të vetes tënde që të përjetësohet në këtë vepër. Në punën tonë si gazetare dhe intelektuale shqiptare, ju keni përfaqësuar vlera të rëndësishme. Historinë dhe identitetin e Kosovës, diasporën shqiptare, kulturën dhe arsimin, lirinë e shtypit dhe rolin e mediave në shoqëri. Dhe pikërisht këto ishin edhe vlerat që udhëhoqin babin tim në rrugtimin e tij gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj e kuptoj plotësisht për kushtimin dhe motivimin tuaj për të shkruar këtë libër. Njerëz si ju janë mjetësor për kombin tënë, sepse zërat e tillë me të vërtetë kur nuk shuhen. Në fund dëshiroj të lexoj disa fjalë nga hyrja e librit, një hyrje shumë tërheqëse që të fton të vazhdosh leximin dhe që në fillim e vendos nivelin e lartë që i karakterizon tërë këtë vepër.
Në historinë e shqiptarëve, ka personalitete që nuk matën vetëm me vite jetë, por me të cilin e ndikimin e tyre mbi kulturën, arsimin dhe kombin. Profesor Feta Batiri është një ndër këta njerëz, një mësues, shkrimtar, përkthyes dhe humanist, i cili ka lënë gjurmë të paharrueshme në çdo hap të jetës së tij. Ajo është nga Mitrovica, një kohë të gjatë jetën e ka bërë në Suedi, pas masave të dëmshme të Serbisë në Kosovë, në vitet 80 të 90. Por asnjëherë nuk ka qenë larg Kosovës me mendje dhe zemër. Faleminderit për vlerësim, personalitete me vlera të larta, njerëzore dhe profesionale, dinë dhe mund të bëjnë këto vlerësime. Dhe ju të dy e keni vendur në atë kategori. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Përpara se t'i japim fjalën autorës, do doja ndonjë mendim tuaj në këto, vetëm shkurt që të respektojmë kohën. Nëse ka. Okej, mundesh. E mirë presim, zotë Shefjukaj. Shumë rallë dalë në këto rase, po jem shumë emocionuar. Për mos të zde, këtë që ishte shumë shpërdorë, e përgëzoj kolegët time, Nikeshën tim, shumë dëruar, edhe vërtet për pushtimin e saj, gjithmonë kur ka për pushim, rezultati s'më vërë, po unë po du mos me zde, por më shë të përcu, janë një njësë e vërdet që më rafë. Pa i kur njëse e një madhë, e ka veni sot ma tepër se kush. A i kur e shtu një kritik, kur kërëvet Ismail Shemaj Bej, e kërën që atë gjysë shteti, dhe të Ismail Shemaj Bej, ti po kryon gjysë shteti, ke kulturë, ke kry studimet në universitetet ma prestigjioze, ke këto, thët po largoj do ka u këtë të bëj vlerat se pa vlerat skrivat po gjë. Edhe sot aktuale, sot let, shumë qarë. Edhe në fund, kur des Ismail Shemaj Bej që e mojnë, thët Ismail Shemaj Bej e shumë një letër, pa i kënisë e një madhë Ismail Shemaj Bej, thët ka kom nga kli që marove jetën tonë në ashtë pagani. Ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Hyrë tash po të ftoj në skenë për përurimin e librit, edhe njëherë falenderoj shumë. Hyrën e kam pas redaktore, kam mësuar shumë nga ajo për shumë vite, përveç si redaktore shumë e mirë, profesioniste, ajo është edhe një shoqe shumë e mirë në situatat ku gjithmonë më është gjindë. Faleminderit, uroj suksese gjithmonë. Shumë faleminderit. E unë në orën e kam qitë të madhe, në arën qitë të ty. Faleminderit shumë, Nora, me që e knashtësi me pas kolegë me bashkëpunu me njerës mirë si Nora. Faleminderit të gjithë juve që e keni nda sot kohën, jam shumë e nderuar, emocionuar nga fjalët që u thanë. Faleminderit veç se cili do të thosha, faleminderit zotë Ramani për kohën që keni ndarë, e dua t'ju përcjellit falat edhe të zotit të marrë këthik sot më mëngjes më ka shkru, e ka thonë që gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë në Kosovë, po do të donte shumë të ishte pjesë e këtij takimi. Është Albano Roku joni i njohur, me cilin ka bashkëpunuar shumë ngushtë edhe profesor Feta Batiri. Faleminderit të gjithëve, edhe ju panelistë nderuar, profesor Adem Xhenullahu, zoti Mer Përbati, Lire Bashko, knasë gjithmonë. Të kohën që ndohen për librat e mi, zoti Ibrahimi, faleminderit shumë për kritikën dhe dështimin që keni bërë. Faleminderit profesor Feta Batiri për krejt bashkëpunimin që edhe mbështetjen që më keni dhënë në çdo kohë. Dua shumë falenderoj të gjithë që më kanë ofruar për kraje për librin, por ndërsa janë fëmijët e profesorit Feta Batirit, cilët siç e dëgjuat besnikën, janë shumë të veçantë, shumë të mirë dhe këtë punë ka bërë zonja Palia me zotin Feta, të cilët kanë punuar fort fuqishëm. Edhe kur e kanë bërë rrugën për Kosovë, kanë mësuar për Kosovën dhe historinë e saj, edhe jo vetëm atje. Prandaj ka flasin e shkruar aq bukur shqipen. Faleminderit
edhe Zoti Skënder Jashari, cili ka një tregim jashtëzakonisht të mirë në libër, ju do ta shihni atë. Faleminderit Zotit Muhammed që jeni sot këtu nga Gjermania, keni ardhur shumë, faleminderit për kohën. Zoti Xherxhe Sulemani po ashtu ka një tregim interesant. Tregimin e Ismail Ferrati kam një shti në fakt për ta lexoni, profesori Shpresa Racha Hoxha po ashtu. Unë jam shumë e lumtur që kam arritur në fund me shkruar nëpërmjet librin, sepse e kam pas një dilemë shumë të madhe a më shkrua mësë më shkru. Dhe të regoj prej 1 janarit të 2024 të skanis kjo histori, kur i pata dërgu librin tim për nanën, profesor Petasi një kartërin për vitin e ri, dhe profesor Petasi ke shkruni një kritik, e ka botu në Facebook, e tira më jauru vitin e ri që për neste në atje marë, edhe unë që luha në Gjermani, në naimi ta shokë e ta, profesor ka më shkru hyra dhe për ty, a i ma landor një par hyra. Ta e dita ku të më shkru as gëdoj për profesor të ta, dhe tash që shmërit të shkru për profesor të ta, tash si ja ku të më shkru. Dhe pse, tash po është një libe për masa pak më të doja, tash nuk është letë me shkru për ditunat tina. Po tha se mund është e. Edhe profesorit ta du t'isha inderuar, ta nëse hyra shkru, edhe këtë filloj që material, kur e pash gjithë atë marë me material lexova dhe më kapi një panik, tash nuk më në shkru. Edhe dorëzova pak. Po ndërkohë kisha ndërtije të kohën që kam e shkru, qysh me shkru, ndërtova një skenar, e fshiva, e rotulova, nuk mu isha për qysh mu pajtu, qysh me ndërtu, e fshiva, disa herë kom njëse, kom shkru, e kom shiv. Edhe jem bo 2 vjetë e gjithë partë, dhe sa dole dhe dritë. Edhe këto kam marrën, bajtën time, e kam hëtë shmarë. Nare sot për ja ure ditindje në Meryl Streepit, e kjo e dërë shumë aktorin e Meryl Streep, edhe një ditë në mëngjes më ta nan e kom pa ndër Meryl Streepin. Ta shpoa, po ta shëdu me kom pa ndër të ta batirë. Ta nan ta e gari ti të bove mua, ta po të ta shqecime të tua, unë shqecime të mija. Vërtet libri u bo shqecim, se vëno është nuk e tora një di. Nuk kështë vërtet që kësha pa në të ta batirin, po për angazhimit edhe që kisha vazhdimisht në ndërti, edhe dhe ndosa që normal, në përnu vesh në libër, edhe vesh në skenarin që kisha mendu, e ju këmë këtry ati të parit, se këta tjerë nga trojshin pak. Edhe në ndim riva me përmlet, duke marë elementet që në të të karakterizojnë figurën e profesorëve të të batirit, tjetë ati është dram që nështë do duhet të shkruajnë një film nuk delë, nështë një serial më ndërkohë, kishme qenë mirë. Pra, për kohën ka për cilë dilema, nëse do t'ja dilja, sepse sa në doja më shumë për të të batirin, për historinë të parëve të ti, për ka bashkë e parë, për levizjet të tyre, dhe në këtë pikë duha të ndojnë në pak, për e kom ndërtur një pjesë të një skene ku flet batiri fetohi me nanën e vetë, me nanën Sofi. Kur thotë, dielli shpërndan të një ngjyrë të ngrohtë në fshatin Lësicë. Dhe unë për një kohë jam bërë banore e shtëpisë këtyre, i kom pa shtëpinë e vjetër, burr, ka kanë lujt këta, e ti kom pa. Duke ndriçuar fushat me brur të pjekur dhe shtëpitë e vogla me qati brurit, e tohu rente pra nanës Sofie, ndërsa ajo i mbante duart e vogla në të dyja dhe i tregonte historinë e gjyshërve të tij. Ndo nanës, kjo tokë ka pa shumë briza kabashësh, të parët kanë ardhur nga një katon largët, dhe këtu kanë gjetë rati, e kështu familja jonë kanë shumë. Të thoi vogël i pyet 20 lekë. Po pse u shpendosën ata disa herë? Dhe këtë pyetje mund ta kenë bërë shumë breza të rinj shqiptar, për të parët të tyre, të cilët janë shtyrë televizin pa dashje në shumë territore sigurisht, edhe Kureshtjen si fëmijë të Tabatiri e ka përcjell edhe gjatë rritjes së tij edhe kur është rritur edhe sot ka Kureshtje. Por kur duam ju tregu çush e kom njohur Tabatirin, fillimisht nga libri thesar kombëtari Mërgatës shqiptare në Suedi, numri 4 i këtij libri, sepse është një seri e numrave të librit. Duke shpjetuar atë libër, jam dalë me faqe 279 dhe 294, aty është historia e tij. Po më qarë disa herë të lexuar pjesë, i kisha sugjeruar me lexim. Edhe kom derë deri në orën 3 të lexoj historinë e të Tabatirit edhe Bërgurin. Faleminderit që
që jeni këtu, ndërsa lexoja ndjeja dhe një shtrëngim në Kraror ishte një nga ato histori që nuk lexohen lehtë, edhe që detyrojnë të ndalësh që të nën ka fjalë. Në këtë libër jam mundu me paraqit një rrethim ku çdo emër dhe çdo vend ka një peshë historike e çdo gjenerat e familjes ruan kujtimet e paraardhësve, duke lidhur historitë personale me rrjedhën dhe të gjerë të kohës dhe emërsies. Të gjitha ata pra që kanë njohur Feta Batirin dhe familjen e tij, nuk kanë si mos shprehën admirimin për figurën e tij, falënderimin për gjithë atë investim që ai ka bërë për dijen, kombin dhe familjen, për mundin dhe jetën që ka sakrifikuar për Kosovën dhe mituritën e tij. E kështu, me heshtjen e një dhome të mbushur me libra, sot ai vazhdon jetën në Suedi, me një cep të largët atje, dhe u devalla e tij tashmë me vazhdimin për rrëfimin e një jete që nuk ndalet, një jete që ndërton ura, një jete me zemër plot dashni, një jete që shkruan e vepron me pasion, që vazhdon kujton e lexon edhe në një zë që kur nuk shuhet. Profesor Feta Batiri na tregon se sa shumë mund të arrijë një individ kur do hiqet nga vlera dhe dashuria për kombin, atë dëjon dhe njerëzimin. Ai tash pra rrin atë kombin e vet të bibliotekës së madhe që ka në Suedi dhe vazhdon nga dritarja dhe dërnushët e vogla që shoqërojnë shpesh në oborrin e tij të qetë. Me këtë rast dua të falenderoj në veçantë se fola shumë për Mitrovicasit. I kam këto dhe ansion të mi, faleminderit Aleqi Georg, Markit Mark Zemrën, faleminderit në Shtrembodha Kryshet i Inspektoratit Policor të Kosovës, shumë faleminderit që je këtu, faleminderit Johon, faleminderit Azer, shumë dashni ju kam, faleminderit Dona, faleminderit Lindi, faleminderit doktor, faleminderit të gjithve, faleminderit Shqipe, qurete, ju du shumë. Merci gjithmonë një pa sa të shkëtë. Edhe njerë faleminderit gjithë pranishmit për kohën tuaj, jashtë në korridor, mund të merrni nga një ujë dhe librin po ashtu.